shqyrtimin fillestor, si pas aktakuzës numër 34 pyetje për 25 e dotës 06-09-2026. Kundër të akuzuarve, Haki Bela, Gërdora, Rilin Murati, Vatan Qoka, Edmond Lika, dhe Shkelqim Kuka. Akia Rilini Vatone Edmondi dhe Shkelqimi akuzohen për veprën penale vrasje e rënd nga linji 173, paragrafi 1 në paragrafi 1.9 lidhur me 39 e bashkëpunëtorëve. Ndërsa Lema Ngroshi dhe një ndihmës kryesore pas kryerjes së veprës penale nga linji 310 paragrafi 3 lidhur me paragrafin 2. Unë jam kryetari i trupit gjykatës këtë çështje penale dhe dytyshim se por në procedurë kanë vërejtje mund të deklarohet. Nuk ka kushte për vërejtjen e kryetarit trupit gjykatës. Prezent konstatojmë prokurorën e shtetit Ismet Ramoni, Lama e të dëmtuarve Violeta Muloko, shkaktimi kësaj vonese 50 minuta si pasojë e mostradës avokatës Meko në bazë të emaillit zyrtar që kemi, gjuhë programuese internetit është bashkangjitur firja fiks numër 9. Mos ftesës e kanove 30 mund një gabim u bodi gjarë aty. Unë me gjitha dhe për kërfoni se unë e marrë nora 29. Edhe kjo është ftesa, shkruan të fiks numër 9. Në rëndësi i reprezentuar. Haki Bela, ngritën i lindur me datë 12/12/1999. Emri babës Sultan. Nëna Zyra Pejte. shka në plotësim dhe ndryshe. Sultan Nëna Zyra Pejte, vjene i gazheris namës Groshi. Jeni martuar? Pra. Sa fëmijë? I martuar. Çfarë shkolle keni kryme? Shkollën e mes. Mirë. Urën, Rilin Murati, Mirë me dotë, 03/12/2003. emri babës, Irbush. shko këtë me ndryshim plotësim, se më ndojë të zonë në kapus. Emri nanës, Julieta. je martuar, fëmijë, Jo. i martuar, me profesion, Kom pas punë, stash jam i pasur. ke çfarë shkolle ke kryme? Shkolla me mesën. Numër personale ka, urën, Vatan Qoka, datë e linjes, 16/5/2006. 2006, emri babës, nga i kodë të shemësët e nëna, jemi dojre, Tiro, je martu, çfarë shkolle ke kryme? Oke, kryme shkolle të kryme. Ullë, Edmond, i lindur me datë, emri babës, në ndryshim plotësim, Hamdi, nëna, Vjeni e vajzlis, çfarë shkolle ke kryme? Ullë, Shkërqe, data e lindjes, 18/7/2000. emri babës, nëna, vjeni dojve, çfarë shkolle ke kryme? Në martuar, Ullë, Diamant,
Data e linjës 14-12-12. 14-12. Emri babës? Islam. Njëna? Djemi dota? Doci? Qarë shkollë këtë filmu? E jemë ato? Ngret në një të akuzumë gjepë në kom, është shqyrtime i fillestare. Qka do të thotë? Keni drejt mu deklaru në lidhe me fajsi. Obligim nuk e keni me pranu fajsi. Keni të drejt të mbroni në heshtje, të mos flisni asgjë në lidhe me këtë çështje objekt gjykimi. Keni të drejt të i kundërshtoni prova që ka propozu prokurori shtetit në këtë akt akuz. Keni të drejt të kundërshtoni bazën ligjore të akt akuz, apo përshime ka buar të gjendës fatike dhe kërkesë për hutje të akt akuz nëse vlerësoni bashkërisht me mbrojtjen që kjo akt akuz është e pabazuar. Mbrojtja është e detyrueshme. Në këtë rast disa nga ju keni avokat të përgjigjet, disa sipas detyrës zyrtare. A janë të kuptueshme udhëzimet? Keni nevojë për sqarime? Pas kësaj e ftojmë prokurorin e shtetit të lexon akt akuzën. Dëgjoni më vëmendje. Vëzë mikrofoni buroj. Gjithçka do vi i videogjëzohet të callë gjykimit. Faleminderit, i nderuar gjyqtar, të nderuar avokat dhe ekipraneshë. Prokuroria Themelore në Ferizaj ka ngritur akt akuz kundër të pandehurve, Haki Bela, Ridon Murati, Batan Qafa, Edmond Pika, Shkelqen Kuka. Sepse me tok 01 prill 2025, rrethorës 23 në Kaçanik, rrugën Idris Seferi, përkatësisht në kopin e 2 të hyrjes së ndërtesës në bashkëveprim me të miturin Rejhan Beja, me dashje dhe përgatitje paraproke, kanë privu nga jeta tani të ndjerin zyrtarin policor Rashter Mohamed Lika në atë mënyrë që, derisa viktima ka përfunduar orën e punës në detyrë zyrtare dhe gjatë rrugës për në banesën e tij ishte përcjellë në vazhdimsi nga të pandehurit dhe i miturit deri te hyrja banesës së tij, ku i pandehuri Hake, pasi që kishte qëndruar në lokalin e tij Aksa, prej aty nisën për në drejtim të stacionit policor dhe e përcjell viktimen Mohamed Lika prej momentit të daljes nga stacioni policor e pastaj. Viktima vazhdon drejtim të banesës, ndërsa i pandehuri Hake vazhdon drejtim të rrugës UÇK për 20 metra dhe më pastaj, pas 30 sekundave kthehen drejtim të viktimës. Në vazhdim, të pandehurit Shkelqen Kuka dhe Edmond Lika në rrugë vëzhgojnë rroktimin e viktimës. Pasi që kishin parkuar veturën Opel Astra, ngjyrë bardhë me torga 05-518 KH, me vozes Shkelqen Kuka dhe pasagjer Edmond Lika, ofër stacionit policor dhe në momentin që kalon viktima për rreth veturës në drejtim të banesës së tij, nga vetura del pasagjeri Edmond Lika dhe hip në veturën e tij GOT, ngjyrë 4 duke vozitur në drejtim me drita të pikura dhe duke vazhduar në rrugën 1-drejtinçe, duke përcjellë viktimen në drejtim Kakalevizë. Ndërsa i pandehuri Shkelqen me veturën Opel Astra, nga ky moment merr veprimin dhe vazhdon duke shkuar ofër vendit të ngjarjes. Viktima vazhdon rrugtimin pastaj në rrugën Idris Seferi, ofër hyrjes së banesës së tij, i mituri Rejhan Bela, vazhdon duke përcjellë viktimen mbrapa, i cili hyn në hyrjen e banesës së tij dhe më njëherë pas viktimës i mituri Rejhan Bela hyn pas tij në hyrjen e objektit të banesës dhe takuar të ndjerin ka shtënë drejtim të tij me armë zjarre të kalibrit 9.19 mm dhe kthehet me vrap mbrapa nga kishta ardhur pas kryerjes së vrasjes, duke ikur në drejtim të lokalit Dugaxhini, ku bashkohet me të pandehurin Ridon Murati, i cili kishte qenë duke pritur dhe së bashku me vrap largohet përmes rrugës Mehmet Dalloshi, ndërsa derisa ishin duke vrapuar i mituri dhe i pandehuri, dëgjohet një zë duke thënë: "Bravo ek." Kjo dëgjohet nga kamerat e sigurisë Dugaxhini në orën 22:59:31. Paraprakisht, të pandehurit kanë lëvizur në drejtim të lokalit Bilardo të Lindi, ndërsa rreth një orë para hyrjes së vrasjes, nga kamerat e sigurisë marketit Besa, ora 21:54, varen lëvizjet e të pandehurve Ridon Murati dhe Batan Qafa, së bashku me të miturin Rejhan Bela, duke vëzhguar dhe koordinuar në mesvete, ndërsa pas vrasjes i pandehuri Haki Bela, rreth 14 minuta mbrapa vrasjes vjen në vendin e ngjarjes dhe pas 2 minuta largohet prej aty. Këto janë fondet nga kamerat e sigurisë të lokalit të Lusha, me të cilën në pas kryerje kanë kryer veprën penale, vrasje e rënd
ka nimi 173 paragrafin e, në paragrafin 1.9 lidhur me nemin 31 të kodit penal të Republikës Kosovës. Diamant Goshi, metodë 01 prill 2025, shtatorës 23, e kanë ndihmuar të miturin Rejhan Bela të Aratisët. Pas kryerjes veprës penale të vrasjes së rënd, në atë mënyrë që paraprakisht, pasi që të panderit e lartësekur, sikurse në dispozitivin e parë të aktakuzës, në bashkëkrye, duke planifikuar përcjell lëvizjen e viktimës Rashter Mohamed Lika, metodë 1/2025, shtatorës 23, i mituri Rejhan Bela ka kryer veprën e vrasjes në bashkëkrye, duke u ndihmuar edhe nga të panderit Haki Bela, Rivend Murati, Batan Çoka, Elvan Dika, Shkelqen Kuka, ndërsa i panderit Diamant Goshi, duke e strehuar në shtëpinë e tij të miturin Rejhan Bela, e kanë ndihmuar duke i ofruar ndihmë në ushqim dhe gjama tjera dhe në shmangjen e zbulimit dhe arrestimit përmes fshirjes së shtëpinë e tij dhe fshirjes së mjeteve dhe provave, duke e strehuar dhe ndihmuar në të njëjtin dhe ndërmarrjen e veprimeve për pengimin e arrestimit dhe duke i ndihmuar në komunikim me të pandehurin Haki Bela, vllaun e të miturit, me të cilin ka kryer vepra penale dhe një ndihmë kryesore pas kryerjes së veprave penale nga nimi 380 paragrafi 3 lidhur me paragrafin 2 të kodit penal të Republikës Kosovës. Pandezët e vëruar mundulni Haki Bela, Rivend Murati, Batan Çoka, Edmond Lika, Shkelqen Kuka, e kuptu të aktakuzën? A keni nevojë me sqaru pjesërisht, plotësisht? I akuzuar Diamant Goshi, e kuptu aktakuzën? Keni nevojë për sqarime? Pas kësaj, këto e trupi shikues bindën se të akuzuarit e kanë kuptu natyrën e kësaj aktakuze dhe nuk kanë nevojë për sqarimet e tjera. Haki Bela, a ndjesh fajtor për këtë vepër penale apo nuk ndjesh fajtor? E di që është seancë fillestare, nëse ka mundësi me disa fjalë me fol lidhje me aktakuzën. Me çështje fillestare, është deklarimi lidhur me fajsin pavësin. Në shqyrtim gjyqësor do të kesh mundësi të gjetë. Ndërsa plotësisht aktakuzën edhe janë plotësisht i pafajshëm. Ullu, Rivend Murati, e pranon fajsin apo nuk e pranon? Ullu, Batan Çoka, e pranon fajsin apo nuk e pranon fajsin? Ja, së më pranon se janë i pafajshëm. Ullu, Edmond Lika, pranon fajsin apo nuk e pranon? Ullu, Shkelqen Kuka, Plotësisht i pafajshëm. Ullu, Diamant Goshi, Plotësisht i pafajshëm. Ullu, jo më vonë se 30 ditë nga seanca e sodit mund ta kundërshtoni aktakuzën, ti kundërshtoni prova që ka akuzuar prokurori shtetit në akuzë dhe kërkesë për rrugë të aktakuzës. A ka dikush diçka me shtu para se me mbyllë shqyrtimin gjyqësor? Dhe që të përcizëvohet qatë. Po. I dozën e avokatë? Avokatja e një Goshi Bytyqi. Me që se kodi procedurës penale këtë fazë të procedurës përsakton se kemi të drejtë që t'jemi të pajisur me gjitha shkresat e lëndës. Në këtë drejtim prokurori ka qenë një bashkëpunus, mirë po për proces verbal nëse bën besoj e dojmë mendimin të kodikte me që në rast të gjatë shqyrtimit procesit gjyqësor na del do një provë që nuk e kemi të rezervojmë të drejtën që t'na pajis prokurori. Ato e keni të garantuar me listë, s'ki nevojë me rezervu asgjë. Megjithatë gjyqtar sepse kemi po provat nga ka dhënë gjyqtari, po prokurori, por megjithatë prej këtij momenti domethënë të kemi aktakuzën e keni pranuar sigurisht. Po sigurisht edhe provat e të akuzuar në qendrat e paravojtimit, në rast se vlerësoni dhe konsideroni që në aktakuz keni gjetë material që ju nuk e posedoni, nëpërmjet email zyrtar kontaktoni prokurorin edhe është i obliguar me siguru të gjitha shkesat e proces. Gjyqtar dhe një propozim e kam. Urna, lidhje me propozime tjera. Unë jam mbrojtja e Diamant Goshit që nga leximi i aktakuzës nga prokurori i çështjes, i njëjti akuzohet se ka kryer veprën penale dhe një ndihmë pas kryerjes veprës penale, për të cilën ne nga dasë ditimi është drejtë. Duke nisur nga fakti se kemi temë Diamant Goshi.
akuzohet për vepër penale, vënia e ndjenjës kryesve pas kryes veprës penale, sekretari përgjithësues Julius, që të mbrojturit tim së kokën këtë fazë procedurës, masa para aplikimit, ti zëvendësohet me një masë alternative, qoftë edhe masa në aplikimit shtëpia, duke u nisë nga pesha veprës penale, dhe nga arsye tjera gjyqtar për mos me ngarku procesin për cilat është vazhdu. Edhe ky ndryshon sipas akuzës nga të tjerët, pa dashkja vej fajnë skujt. Dhe është muji 11 që kjo qetë në masë para vërtimit. Në faleminderit gjyqtar. Faleminderit. Që është në mos në parë. Shko pikë përresht me deri këto të dëshu, sa raportin vës Musa Përgjeri dhe Gjarat. Ndëruar gjykot, ndëruar gjykot, e respektuar procuri, ndëruar kolegë dhe ju të pranishëm. Fillimisht, deklaroj se më flas në tërësi deklarimin e të mbrojturit tim, lidhur me fajsin. Pa fajsin. Lidhur me fajsin është deklaruar i pafajshëm. Gjithashtu, me lene ju propozoj gjykatës që masën e paravërtimit ta hesni apo ta ndryshoni duke zëvendësuar në një masë tjetër alternative konformiminit në 7.1, paragrafin 1, nën paragrafi 1.1 deri në 1.7, për arsye se deri në 1.7 dy kodet të procedurës penale të Kosovës Kosovës. Nga se, ose për arsye se konsideroj se nga momenti i ngritjes së akuzës, e që figuron që në datën 12/01/2026, kështu sipas akuzës, të gjitha provat janë ndërzuar në gjykat dhe se të njëjtat edhe sikur të donte klienti im nuk mund t'i ndryshoj, nuk mund t'i asgjasoj, as nuk mund të ndikoj, më shumë shpejt, as nuk mund të ndikoj në dëshmitar, sepse provat janë të siguruara dhe janë duke institucioneve përkatëse. Nga data e dorëzimit të akuzës, prokurori prova të reja, prokurori ka përfunduar e dorëzimit të akuzës, prokurori ka përfunduar me sigurimin e provave, dhe se
konsiderojmë se as ikja apo shmangja e të panderit nuk mund të ndodhë, sepse, si që dim të gjithë, tani më ekziston teknologjia, ekzistojnë sistemet, ku se tjene që tenton të mund të gjendet me një periud relativisht të shkurtër. Sepse ekzistojnë marrëveshjet ndërmjet shteteve. Ekzistojnë marrëveshjet ndërmjet shteteve. Nëse s'ki diçka tjetër, familje. Ju falenderoj, diçka tjetër. Nuk kam vetëm ju kisha lutë që nëse në afatin që na i leju deri 30 ditë për kundërshtim provave, e ne do të mundohemi që të parashtrojmë sa ma shkurt që është të ndëshëm, është shkurt që ju lutë që vendosni sa ma shpejt që por fundimi i kësaj seance ju përgatitni për çdo veprim tjetër. Prokuror, në lidhje me propozimin e avokatit mbrojtës. Faleminderit gjyqtar. Fillimisht e kundërshtojmë propozimin e avokatëve. Kur shteti sa në lidhje me propozimin e avokatit mbrojtës, detja. Fillimisht kundërshtojmë propozimin e paraqitur nga ana e avokatëve mbrojtës. Dhe ashtu siç është përcaktuar në paragrafin 8 të aktit akuzues, propozimi për vazhdim të masës së paravordurit ndaj të pandrejturve, konsiderojmë se duke pas parasysh edhe argumentimin e fundit lidhur me vazhdimin e masës së paravordurit, qëndrojnë ende të gjitha arsyet dhe shkaqet ligjore për të cilat është vazhduar kjo masë e paravordurit. Faleminderit gjyqtar. Faleminderit zotë prokuror. Drejtori është. Në lidhje me propozimin e avokatit mbrojtës, zgjodha me këtë argument. Në respektim të dispozitës ligjore, të ligjit 214, paragrafi 4 të KPK-s, gjykata refuzon propozimin e avokatëve mbrojtës të një Goshi Butyshe dhe Musa Kongjeli që të pandrejturve Erbilin Murati dhe Djaman Goshi të një interpret mosa e paravodimit apo të zëvendësot një mos alternative. Një mos alternative. Me arsyetim sikurse në vendimin për vazhdim të paravodimit
të datës 08/09/2026. Me qenë se askush nuk ka çka të deklaroj, shqyrtimi fillestar shkollet i përfunduar.